Xhirimet e filmit vazhdojnë çdo ditë në formë normale, por çifti Ellie po përgatiten dhe për festat Kiara i ftoi të gjithë të marrin pjesë në sezonin e 44 të fundit për Portokalline, ku mund ta ndiqni live në skenën e Portokallisë për ti. Lën radhën rihapjes të sezonit të ardhshëm, ajo gjithashtu ka ndarë një sekuencë ku së bashku me Vizianin po bënin një skec ku Kiara shfaqet si një vajzë e llastuar, një personazh ku blen të gjëra të shtrenjta e kërkon të kushte. Ajo është një talent e vërtet, por përveç kësaj gjëja që ne na ka tërhequr me shumë vëmendjen është momenti kur ajo prezanton surprizën me të re për Lunushin Luzin dhe veten. Është pikërisht një dhuratë e personalizuar, janë 3 jasteqe me mbishkrime, një dhuratë shumë e bukur dhe një atmosferë festive. Me sa duket Kiara ka filluar të zbukurojë shtëpinë për festa, ndërsa një foto tjetër ajo pozon me Luizin, të dy të veshur shumë cute, festiv dhe të qeshur, por nuk është thjesht një foto profesionale, por është një moment i bukur i çiftit. Mbasi kishin finalizuar një sekuencë nga filmi, në film ata shfaqen të shtrirët e dy në krevat në kahe të kundërta ku mendojnë me sytë nga tavani, ndërsa kamera i fokuson nga pjesa e sipërme, ndërsa skenografi Bjordi i ndjek nga afër duke i orientuar për pozat, mimikat dhe pozicionin që duhet ndjekur. Për arsye që mos të përsëritën dublat dhe punat e jetës sa më profesionale, Luizi dhe Kiara kanë talent, ata deri me sot çdo gjë e kanë bërë me shumë kënaqësi, edhe pse lodhja e raskapitje. Kiara është bindur që të punosh me Luizin krahe për krahe është gjë e bukur, por e gjithë puna që ta po bëjnë ka për të qenë një sukses i vërtet dhe të dy do të shpërblehen për këtë super projekt. Për pikë djerse që kanë derdhur e çdo vështirësi që kanë hasur si stafi i palodhur dhe çifti Zilia e njerëzve për ti prishur planet çiftit bëri që të ndërhynin me adresa falto për komente jo të mira, por që dështuan pasi Luizi i quajti gjërat e vogla. Këto një bravo për çiftin Ellie, sepse ata nuk vjellin vrerë, nuk mbjellin mlef, por i orientojnë ndjekësat në rrugën me të mire. Ne i urojmë jetë të gjatë dhe të landare suksese. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.